Si ka mundësi që një parti që është partia më e madhe e opozitës të arrit deri në këtë pikë që pasi shpall me të madhe një test kombëtar në një fushat vendore, pasi premton se nga këtu do të filloj një përmbysje e madhe në Shqipëri, dhe pasi madje shpall dhe fitoren në momentin kur mbyllen kutitë e votimit, pasi sheh se nga numërimi merr vetëm opingën e Sheros, i turret Dibranëve duke i akuzuar si bashkëpunëtor të krimit. Do të falenderoj në rast të parë 18.000 e qindra votuesit dhe votueset e Muharremit, por nuk do të lë pa falenderuar edhe ata të tjerët, që pavarësisht se nuk votuan Muharremin, morën pjesë në këtë proces demokratik.